Zonja Balluku, një fitore e thellë jo vetëm në mandate për Partinë Socialiste, por edhe në numrin e votave preferenciale. Zoti Klosi sapo ka kaluar edhe rezultatin e Erion Braçës në 2021. Kujt ja dedikoni këtë fitore? Për sa i përket votës preferenciale, për të thënë të drejtën, unë e vlerësoj shumë sepse tregon që kemi bërë një zgjedhje të mirë në skuadrën tonë. Vota preferenciale praktikisht në të gjithë listën është e shpërndarë, por nga ana tjetër kemi sigurisht edhe vendet e para, siç është rasti i Ceno Klosit, i cili kryeson listën me mbi 16.000 vota, apo rasti i Asflora Laxhiut, që përfaqëson pra grupin e deputetëve të Lushnjës, doktorin, i cili ka marrë nëse zgabojmë rreth 12.000 vota, apo dhe rasti Antoneta Dhimës, që është më e votuar nga femrat mbi 6.000 vota. E gjitha kjo tregon që kemi bërë zgjedhje të mira, dhe nga ana tjetër është shumë e rëndësishme që kësaj radhe kemi pasur një përfaqësim me njerëz që janë lindur dhe kanë rritur këtu. Për shembull, rasti i Ceno Klosit është një djalë i cili është lindur në Fier, është rritur këtu, është shkolluar këtu, pastaj sigurisht me kontribute në Partinë Socialiste, me arritjen karrierën e tij, siç është dhe rasti i Altit. Alti vjen nga një familje pra socialiste në thelb, por ama është vlerësuar dhe për faktin që është një nga kirurgët më të mirë në Shqipëri dhe jo thjesht në qark, që njerëzit e njohin dhe personalisht. Kështu që e gjitha kjo tregon që këtu është bërë një fushat ku njerëzit kanë arritur që të njohin kandidatët, sepse edhe po të shikoni votat janë të shpërndara në përkutje sipas zonave ku ata kanë punuar. Pra ti nuk shikon vota që ka një kandidat 200 vota me një kuti. Pra nuk janë votat e organizuara, por janë votat të shpërndara sipas zonave ku ata kanë punuar. Dhe kjo tregon të gjithë suksesin e fushatës, për të thënë drejtën. Unë gjithçka e atriboj aty. Ndërkohë ka patur një disfat të madhe në drejtim të opozitës dhe koalicionit PD-SHM, jo vetëm në rang kombëtar, por edhe në rang qarku. Në fakt, deputeti Luan Baçi sapo ka pranuar publikisht humbjen e thellë. Do të kishit një mesazh për opozitën? Nuk e kam ndjekur prononcimin e zotit Baçi, megjithatë nëse e ka pranuar publikisht tregon qytetari, tregon profesionalizëm. Unë me zotin Baçi kam kohë që jam në parlament, kam respekt për atë çka ai përfaqëson. Në fund të ditës përfaqëson të gjithë qytetarët e djathtë qytetit Fierit, apo të bashkisë Fierit, apo qoftë të qarkut, ashtu siç kemi edhe kolegë tjerë siç është Sajmir Koreshi apo kolegë të tjerë. Kështu që unë uroj suksese në detyrën që ata do të kenë në parlament, duke qenë se janë në listë të mbyllur. Kjo është një betejë e cila ka qenë e drejtë nga fillimi deri në fund, pavarësisht akuzave që janë thënë në mënyrë të retorikës politike, do t'i quajmë më shumë nga ana e tyre. Rëndësishme ka që procesi shkojë në mënyrën më të mirë. Partia Socialiste ka administruar të gjithë këtë situatë pas një lloj konfrontimi dhe problematike tjetër. E kam thënë disa herë që në ditën e zgjedhjeve ka pasur nga ana e Partisë Demokratike disa shkelje flagrante të kodit zgjedhor, megjithatë qëndron në përgjegjësinë e tyre. Rëndësi ka që procesi i administrimit të votave ka qenë i qetë. Ktu ka kontribuar patjetër edhe skuadra, pra zoti Baçi, se s'ka skuadër tjetër, zoti Baçi për sa i përket Fierit dhe për Lushnjën Sajmir Koreshi, kam përshtypjen, atë kam parë në PKZ. Kështu që kjo tregon që në fund të ditës gjithçka është mbyllur siç duhet. Faleminderit. Shumë faleminderit dhe juve, në angelet diasporës. Shumë faleminderit dhe juve, në angelet pjesa e diasporës, që është shumë e rëndësishme. Ju e dini shumë mirë që qarku i Fierit diasporën kryesore ka në Greqi, ndaj shpresojmë shumë që me vendimarrjen e sotme nesër të fillojnë të numërohen votat e të gjithë atyre që qarku i Fierit ka në diasporë, sidomos në Greqi, pasi pjesa tjetër është numëruar dhe Partia Socialiste ka një përqindje shumë të lartë, mbi 66%. Ndërkohë Nisma Shqipëria Bëhet, e cila pretendonte për një mandat, si paraqitet në këtë? Nuk e kam ndjekur për sot, deri dje ka pasur një ecuri që ka qenë konstante. Pra, aq sa ngrihemi ne, ngrihen dhe ata, kështu që nuk ka pasur diçka për t'u shënuar. Do të shikojmë se çfarë do ndodhi me voton e Greqisë. Ne kemi shpresa, ashtu siç e thash, kryesisht banorët e qarkut Fierit në diasporë ndodhen në Greqi, ndaj besoj që për Partinë Socialiste do jetë një hap tjetër drejt fitores dhe konsolidimit të 12 mandateve. Shumë faleminderit për gjithçka keni bërë, punë të mbarë. Faleminderit.